Dosja penale ndaj Domart Konjarit, një prej personave më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, do të rrëgjikohet në apelin e posaçëm me një tjetër trup të re gjykuese. Vendimi vjen pasi gjykata e lartë rrëzoi dënimin e mëparshëm me 15 vite burg dhe në mungesë nga shkalla e dytë. Konjari u shpall fajtor me vendim të formës së prerë me 7 tetor 2021, ku akuzohet për disa vepra të rënda penale si përfshirje dhe krijimi i një organizate kriminale, pastrim parash, falsifikim dokumentash dhe korrupsion aktiv ndaj zyrtarëve publik. Sipas prokurisë së posaçme, ai konsiderohet një nga figurat kyçe të trafikut ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës nga Amerika Latine drejt Europës, veçanërisht në Francë. Hetimet tregojnë se Konjari drejtonte rrjetet të trafikut në disa vende të Europës qendrore dhe kishte lidhje të drejtpërdrejta me furnizues në Amerikën e Jugut. Ai është gjithashtu i dyshuar kryesor për ekzekutimin e Devi Kasmit, me të cilën dyshohet se kishte bashkëpunuar më herët për trafikun e drogës. Sipas dosjes, të dy kishin drejtuar në Spanjë një grup kriminal të përfshirë në furnizimin e Europës me kokainë. Kthimi i çështjes për rigjykim pritet të rikthejë në vëmendje një nga dosjat më të ndjeshme të krimit organizuar shqiptar në Europë.